Tung, unë jam Ermal Buqinca dhe ju jeni me Urban FM. Sot kom ju përgjigj 7 pyetjeve që stafi urbanit ka përgatit për mu. Ermal Buqinca, çka të lidh me Prishtinën? Me Prishtinën jom i lidhën emocionalisht, por edhe profesionalisht. Këtu kom lind, jom rrit, kom kriju familje dhe jom formu profesionalisht si arkitekt. Pse po hy ngarë për asamble? Po hy ngarë për asamble se mendoj që është vend i duhur për më jep mundësia profesionistëve. Arkitektura më ka mësu që çdo detaj është i rëndësishëm edhe ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës tonë. Në cila drejtime do t'jepje kontributin tënd edhe pse pikrisht ato? Unë mendoj se kontribut muj me jep në 4 drejtime. Ne është harmonia urbane. Qyteti jon e ka hup balancën vizuale, por edhe funksionale. Du një Prishtinë me rregull, me estetik, por edhe me standard të qartë për hapësirën publike, duke përfshi trotuarët, ndriqimin, rrethojat, sinjalistikën, por edhe standardizimin e reklamave të bizneseve. Shtyllë tjetër është mobiliteti inteligjent, sepse mënyra se si lëvizim përcakton cilësinë e jetës tonë. Tjetër angazhimi imi në asamble do tjetë edhe ekologjia urbane e qëndrueshme, ambienti ndotur edhe mungesa e gjelbrimit po na kushton me shëndet. Prandaj do të angazhohem për mirëmbajtje të parqeve ekzistuese, për gjelbrim më shumë në lagje dhe po ashtu për programe për menaxhimin e mbetjeve ndërtimore dhe inerte në për lagjet tona. Shtylla e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është qyteti që flet dhe ndëgjon. Propozoj me kriju një platformë digjitale për raportim të parregullsive në lagje, e tipit Fix My Street si në Londër për shembull, ku çdo parregullsi që raportohet shkon direkt te drejtoria përkatëse komunale dhe në atë mënyrë komuna jep afat se kur do të përfundohen ato punë. A mendon që roli yt ka me vlejt për të ardhmen e Prishtinës? Absolutisht mendoj që po. Këto shtyllat, 4 shtyllat që veç i përmenda, ndikojnë pozitivisht në jetën e qytetarëve. Pse me të votu ty? Unë nuk vi nga backgroundi politik, jam qytetar edhe arkitekt që thjesht do në me i shty disa ide përpara që mendon se kanë ndikim të mirë në jetën e qytetarit edhe Prishtinës në përgjithësi. Po nëse nuk zgjedhësh, çka pastaj? Nëse nuk zgjedhem, këtu nuk fillon as nuk mbaron angazhimi im për qytetin. Pavarësisht rezultateve, unë do t'jem aktiv non-stop për Prishtinën. Një mesazh për fund, mendoj që vendimet që i marrim sot ndikojnë në të ardhmen e fëmijëve tonë. Prandaj do të punojmë gjithë bashku për një Prishtinë që rritet, zhvillohet edhe kujdeset për të gjithë. Jo Ermal Buqinca, voto numër 17.